Shishet plastike përmbajnë hormone kimike që mund të shkatojnë kancer, diabet dhe autizëm, konfirmojnë shkencëtarët në një studim së fundmi. Kimikatet endokrine që gjenden në këto shishe ndërhyjnë në sistemin hormonal të trupit, duke ndikuar në zhvillimin e tij dhe duke ekspozuar atë ndaj një gamë sëmundjesh shumë të rrezikshme. Por këto kimikate janë gjetur në mijëra produkte të jetës së përditshme, që nga enët prej plastike e ato prej metali, tek detergjentët, lodrat dhe produktet kozmetike. Ato janë përgjegjëse për një sër sëmundjesh neurologjike, ndër të cilat mund të përmendet autizmi. Kimikatet e padukshme, por të rrezikshme, që gjenden në këto produkte shkaktojnë gjithashtu obezitet, diabet, disa lloje kanceri, si dhe infertilitet tek meshkujt. Nëse unaza, byzylyku apo vathët tuaj ka ndonjë sipërfaqe të njollosur, nuk keni pse t'i lini mënjan me idenë se nuk mund t'i përdorni më. Për bijuteri të pastra dhe me shkëlqim, provoni produkte të përditshme, shumica e të cilave ju ndoshta tashmë i keni edhe në shtëpi. Dhe një mënyrë është pastrimi me ketchup. Duket pak çuditshëm, por ka rezultate vërtet shumë të mira. Në një tas të vogël, shtoni ketchup. Vendosni ato bijuteri të cilat kanë humbur shkëlqimin dhe kanë në për të njolla dhe lërini për disa minuta. Nëse ato kanë ndonjë sipërfaqe të gdhendur apo detaje të tjera, përdorni një fuç të vjetër për t'i pastruar me ketchup. Për të shmangur dëmtimin e argjendit, nuk duhet të lihet në një kohë të gjatë në kontakt me ketchupin. Më pas, shpëlajini bijuteritë tuaja me ujë të pastër, thajini me një copë po ashtu të pastër dhe janë gati për të vendosur sërish. Një mënyrë tjetër është edhe pastrimi me uthull. Në një enë, shtoni gjysmë filxhan uthull dhe 2 lugë sodë buke. Vendosini bijuteritë në të dhe lërini për rreth 2 ose 3 orë. Shpëlajini më pas me ujë të ftohtë dhe thajini tërësisht me një leckë të butë. Rezultati do të jetë vërtet i kënaqshëm.